Të huaj që prej vitesh janë dyndur në Dubai kanë nisur të largohen dhe thonë se nuk do të kthehen më pasi kanë frikë për jetën e tyre dhe shohin bizneset të shkatëruara, ndërsa raketat vazhdojnë të bien mbi Emiratet e Bashkuara Arabe. Dikur një parajs pa taksa që tërhiqte influencera nga e gjithë bota dhe mijëra të tjerë që kërkonin mod të ngrohtë dhe rrugë pa krime. Imazhi krijuar me kujdes i Dubait është shkatëruar dhe banorët besojnë se qyteti i ëndrave tani ka mbaruar. Emiratet janë shënjestruar nga sulme të vazhdueshme iraniane me raketa dhe dron, ndërsa regjimi godet aleatët e SBA-s në lindjen e mesme. Dubai ka qenë shënjestra e 2/3 të raketave të Iranit dhe 3 shpërthime masive tronditën qytetin të mërkurën në mëngjes, me aeroportin ndërkombëtar që pësoi dëme. 4 persona u plagosën kur 2 dron goditën terminalin, ndërsa një sër linjash ajrore të mëdha anuluan të gjitha fluturimet në rajon për javë të tëra. Edhe hoteli i famshëm Fairmont në Palm Jumeirah u godit nga Irani, ndërsa punonjësit në bankat perëndimore braktisën zyrat e tyre për shkak të kërcënimeve nga Republika Islamike se ata ishin objektiva të radhës të sulmeve të tyre. 4 persona janë vrarë deri më tani dhe 10 mijëra banorë dhe turistë janë larguar që nga fillimi i konfliktit. Ata që mbeten përballen me ndjekje penale nëse postojnë video të raketave sipër kokës, pavarësisht alarmeve të vazhdueshme telefonike që i paralajmërojnë të qëndrojnë larg dritareve dhe të kërkojnë strehim në vende të sigurta. Dhe Dubai nuk ka rezerva të mëdha nafte dhe mbështetet në popullsinë e tij të emigrantëve, e cila përbën 90% të qytetit. Ai ka nisur një fushat të dëshpëruar publicitare, duke u thënë njerëzve se shpërthimet e mëdha në qiell janë tingulli i sigurisë së qytetit, ndërsa sistemi i mbrojtjes ajrore i Emirateve të Bashkuara Arabe reagon. Por sidoqoftë kjo duket se nuk po i qetëson shumë të huajt. Shkëlqimi është zhdukur përfundimisht, thot për The Guardian John Tudringer, një banor britanik i Dubait prej 16 vitesh.